Komisariati i Marrës ka marrë të gjitha masat për të përballuar me sukses sezonin turistik të këtij viti. Drejtues të Komisariatit të Policisë i Marrës për televizionin 6+ Vlora shprehen se është hartuar plani i masave, i cili synon garantimin e rendit dhe të qetësisë publike. Por nga ana tjetër, plani i masave garanton edhe kontrollin në plazhe, ku stacionet e policisë do të jenë në të gjithë vijën përkatare të Marrës, ndërsa uniformat blu do të patrullojnë në këmbë por edhe me bicikleta për të mbajtur kështu në kontroll rendin dhe sigurinë në të gjithë vijën përkatare të territorit të Bashkisë së Marrës dhe në të gjithë zonën turistike të kësaj bashkie. Drejtues të Komisariatit të Marrës thanë për televizionin 6+ Vlora se do të monitorohet situata e rendit dhe qetësisë publike, por edhe aktiviteti në Bregdet, madje edhe me dron. Komisariati i Policisë i Marrës ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e sezonit turistik, jo vetëm në brendësitë të qytetit, por edhe në vijën bregdetare. Territori do të kontrollohet edhe me dron për të shmangur çdo problematik të mundshme, ndërsa rendi dhe qetësia publike gjatë sezonit do të jenë prioriteti kryesor i uniformave blu. Komisariati i Marrës ka marrë kështu të gjitha masat për mbarvajtjen e sezonit turistik, ndërsa puna është përqendruar në garantimin e rendit dhe sigurisë publike për turistët dhe pushuesit, vendase të huaj që në këtë sezon veror do të zgjedhin Bregdetin e Marrës për të kaluar pushimet e tyre.